kam bo gati 15 vjetë që punojnë qëtë industri, ndër vite i kemi eduku, mjaftueshëm, ja u kemi mësuar të farë fikun e halalit edhe haramit në punën e dizajnit. Me arrit me bo që të sen, pa tjetër që më do të me i dhonë zërë mujtë para prak, me kohën e planifikume. Pse të na nuk është që kjo është shumë, do më thonë, e popularizume si ide, është se shumica punojnë full time në një punë prej 9-5, edhe që janë të varën për një rrogë mujore, që është krejt në rregull si sistem, mirë po i ka të mirat edhe të këqijat e veta. Do të thonë të mira e saj është, do të thonë, të punuarit në një kompani është që e din fund të mujit, që një shumë të caktuar të parave kemi marrë dhe mund është me bëu planifikimin mbi qatë shumë, ndërsa si freelancer kur nuk e din cili është projekti i fundit. Freelancerat e parë në Kosovë, muj me thonë, janë këta që kanë instalu rrymë, molerat, teknikat e ujit. Jo, ardhe ka kry punën, i ka marrë parët, u ka një lirë, ka bo çka do që ka desht në pjesën tjetër ditës. Dizajni dhe jeta jonë e përditshme. A është çdo produkt që ne e shohim përditshmëri pjesë e dizajnit, pjesa asaj si funksionon apo nuk funksionon, mirë po vetëm shërben për ta parë dhe për ta shijuar me syrin ton. Për të diskutuar rreth dizajnit dhe ndërlidhjes së dizajnit me besimin, e kam të ftuar Fuad Miftarin, dizajner. Përshëndetje Fuad. Faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Për mua është kënaqësi. Edhe si dizajner është hera e parë që e kam, domethënë një profesion të tillë dhe është shumë kënaqësi më pas juve, duke e ditë backgroundin e juaj, bagazhin e juaj të madh profesional. Faleminderit. A mundesh pak me na tregu për fillim, domethënë ju jeni motion designer, edhe që për mua është risi edhe po besoj edhe për shumicën e shikuesve. A mundeni me na shpjegu çka i bën edhe çka do të thotë kjo? Motion designer është një prej degëve ma treja jo ma treja, po pe degëve treja në domenin e dizajnit, e cila, do më thonë, si fush miret me dizajnin në lëvizje, dizajnin që e shohim të lëviz në për ekrana ndryshëm, për shembull introt në televizion, reklamat produkteve, cilat janë të animuara dhe jo të xhirume, e shumë zbatime tjera, animacione ndryshme, çaja do më thonë është motion design, vjen dizajn në lëvizje, se dizajni grafik veç që edhe lëviz në përkohë. Po. Tash juve ju bjen përditshmëri me punu me projekte shumë të ndryshme, me koncepte ose tematika të ndryshme. A keni pas raste kur do të thotë është lidh diçka qoftë duke di që jemi në muajin e Ramazanit, që është lidh qoftë me Ramazanin apo me besimin përgjithësi, puna juaj që e keni bu? Po, do më thonë, krejt dizajni lidhet me besimin për me bë botën më të bukur, kështu që, do të thonë, po ka shumë projekte që kanë punuar për Ramazan, projekte ndryshme që kanë pas të bëjnë direkt me Ramazan, qoftë videot me që kanë promovu Ramazanin ose që kanë udhëzu njerëzit qysh me agjeru, ose që ka me pas parasysh gjatë agjerimit. Do të thonë, ka projekte ndryshme që kanë pas të bëjnë edhe me Ramazan, ose qoftë veç një urim për Ramazan që ka mujtë mu bo për naj. Po ka pas projekte. Ku ju flen juve ma shumë si dizajner? Do më thonë, se cili e bën një punë, mirë po kur i ka projektet me tematikat ndryshme, është një pjesë që e ki pak ma për qefi. Cila është për ju? Pjesë për qefi për projekteve të mia që punoj, janë kryesisht projekte që ndoshta vizualisht nuk janë më të mirat, po konceptualisht edhe tematika, se dizajni është komunikim, do më thonë në esencë. Para se me vazhdu cilat projekte, kisha pas qef me qaru. Është komunikim vizual, për mesaj komunikojna një mesazh të caktuar edhe, do më thonë, në një trajtesë të caktuar me çka do qoftë. Tash, përmes dizajnit, mu që ato, do më thonë, projektet që mas shumë kanë pëlqyer, kanë kryesisht projektet që kanë komuniku vlerat për cilat qëndron besimi jonë ose në përgjithësi. Për shembull, cilat do projekt që ka pas bëj me humanitetin,
promovimin e të mirës, ndalimin e të keqes, e që to sene janë për mu projektet më të mira dhe më interesante. Po. Që i ka matë për zemër ta, edhe pse vizualisht mujtë mos me konë outputi më i mirë që e përdori në portfolion tem. Po. Puna ju e përditshme, normalisht që ju lidh edhe ju tregut çka juve ju pëlqen më shumë me punu. Po edhe na e dim që ju jeni do të thotë besimtar musliman që tentoni me praktiku fen, çaq sa ju keni mundësi si secili prej nesh. A ka momente kur të duhet me u tërhek nashta prej disa punëve për shkak se bin kundërshtim me parimet ose botkuptimet? Pyetje shumë e mirë, po, unë do më thonë, formatin që shpunoj për momentin është freelancer, që i bjen jam i pavarur, nuk punoj për një kompani të caktuar për momentin, mirë po marr projekte ndryshme, e kur jenë situatën e freelancerit, me ju thonë një projekteve të vynë një forcë ka gjë e madhe mrapa, mbi të cilën bazohesh, sepse kur nuk dihet kur ka më ardhur projekti tjetër. Edhe po, do më thonë, për mu ka shumë projekte cilave ju them jo. Edhe ju them jo, fiks tu bazun çata që do më thonë, është projekt i ndalum ose është natyrë në cilën unë s'du me dalë emni em që ato dhe s'du me kam pjesë e karavanit që ka punu në qatë projekt. Do më thonë, çka të bëj me qatë që unë e konsideroj shturje, nuk punojnë to. Po. E që kjo unë nuk është se unë, po është me bazë në besim. Do më thonë, gjithçka që besimi e konsideron shturje dhe ndalon, tentoj mos me punu në to. A ki njerëz për rreth cilët mund në momentet caktune me të gjyku ose me të kritiku për këto vendime? Për shkak se normalisht që njeri është natyrë që lakmitare. Po. Edhe joshet. Po, kam kolegë, kam njerëz bashkëpunëtor, mirë po janë shumë mirë kuptues edhe ndër vite, se më kam bë gati 15 vjet që punoj në këtë industri, ndër vite i kemi eduku, mjaftueshëm, ja u kemi mësuar të fikun e halalit edhe haramit në punën e dizajnit, ka gja mirë, kështu që e din edhe për çka me na thirr tash edhe çka jo, se nuk janë veç vetë, kur po flasin shumë, janë edhe disa djemë tjerë musliman që e bojnë të njëjtën gjë. Domethënë, po janë shumë edhe këta që mujnë me paragjyku në konceptet e tyre jetësore është okay me punu një reklam për një birë. Se koncepti i tij është e bëj fokusi i tij është në outputin, domethënë në nxjerrjen e një produkti të mirë. Po unë përveç produktit të mirë mediatik, reklamës ose çka të qoftë, jam i fokusuar edhe në mesazhin që e përçon çaj reklam. Domethënë ka shumë sene që mundet me kanë reklam komplet për çokoladë, po nëse vizualisht ka gjëra që mu nuk rezonojnë me besimin tim, i them jo. Edhe pse produkti është halal, çokoladë. Po. Po, domethënë që na kanë tendenca me na gjyku, që e bojnë me drejt për konceptit tyne, na veç e dina që në parim janë djemë të mirë, janë punëtor, se kanë në qëllim të keq, edhe i edukojnë, ju tregojnë që jo, që kjo nuk bëhet. Thjesht definojna kufi. Çka bën, çka s'bën, edhe gjithmonë sa kena definu kufi, jena respektu më shumë. Kjo definojna kufi, po më pëlqen shumë për shkak se lidhet edhe me aspektin psikologjik tepër, domethënë gjithmonë problematikat më të mëdha lindin për shkak të mungesës çtyne kufive. Fuad, po du me ditë tash duke ditë që jemi në muajin e Ramazanit. A ndikon muaji i Ramazanit për shkak se konsideroj që ju vjen pak inspirim, për shembull me qenë pak të inspiruar për me pas ide, me kreativitet më shumë, sa ndikon agjërimi në këtë pjesë? A ka ndonjë ndikim? Për mu Ramazani po ndikon, po për mu Ramazani është një moment i qetësisë dhe një moment i ndaljes. Domethënë, nuk tentoj me balansu shumë punën me aspektin shpirtëror. Jepi prioritet aspektit shpirtëror e ndali pak punën. Edhe nuk e di është që kjo gjëja që duhet me bëj, këto mundet më përgjigj një hoxhë ose një kush që është i thirrur për çat punë, po unë personalisht e shoh që është praktikë mirë, se e shoh që është një moment ndalje, reflektimi, çka jetu desh me bëj, edhe për aftësitë në dizajn për shembull, me çto aftësi që të ka dhënë Zoti, ç'a do me bëj me to, se ka shumë gjëra që mund më bëj edhe në aspekte fetare, edhe në aspekte tjera jetësore, ka do me vazhdu, edhe profesionalisht, po kryesisht, domethënë, në fokus është ahireti, përmirësimi vetes gjatë Ramazanit, edhe nuk thjesht e di që duhet me e kuptu. Vjen një moment që një kohë të caktuar, njëjtë sikur që mundet me ardhur një moment që duhesh më fokusu shumë në profesion. Vjen një moment gjatë vitit që duhesh më fokusu shumë në vete, edhe absolutisht nuk nina keq pse e nali punën ose pse ndaj projekte e la mbrapa shkaku i Ramazanit.
Fuad, na bisedum paraprakisht, edhe unë e di që ju jeni, domethënë, njëkohësisht mentor i punës, edhe njëkohësisht edhe keni majtë edhe keni qenë edhe trajner. A mundeni pak me na spjegu çysh është mentorimi te puna e dizajnerëve? Po, domethënë fillimisht kom marrë trajnime një 6 vjet, kom ligjeru në ICK edhe në një shkollë tjetër, Inspire Hub. Mirë po masnej i kam dalë, në qëtë vitin 2025, apo me mentorimin e vazhdoj me studentat zgjedhur. Mentorimi zakonisht çka bëj është ulemi me studentin, i këshyrum cilat janë fokuset edhe çfarë potenciali ka çaj student edhe tentojna me orientu drejt arritjes të potencialit profesional. Masnej në situatat caktume edhe ju jep mundësi nëse kena projekte që na si bojna najsan, ja u delegojna studentëve, karshi potencialit tyne. Okay. Po që kjo është e farrjedha, do më thonë, për momentin që ka fillu ideja mentorimit është se unë zakonisht kërkujt nuk i kom këthy përgjigje negative kur ka pas nevojë për ndihmë profesionale prej meje. Çka do të qoftë, më kanë gjendje me dalë me naj 2-3 orë me një person veç me udhëzu në karrierë. Edhe dikush, një rejdashtu një jemi, ma ka thonë pse s'pe kthen në biznes në kuptimin që me mentoru me pare, me që veç po të pëlqen me bo, ose të pakten nisja mendosi mentor, edhe kom thonë, okej, pe marrë që dytën, po mendoj si mentor, e për biznes këshirën ka kohë, se qëndron mirë dizajni edhe animacioni, po do më thonë tash e bëj free, fal, po veç për personat saktum që mu ma mërmenja që ja vlen me investu në ta. Okej, shumë mirë. E çta personat e caktuar qysh e marrin çat pëmëndoj e arrijin çat nivel që me qenë ju mentorit tëne? Të caktuar ti tha. Ç'a i bjen caktuar? Ç'a duhet me pas? Caktum duhet me kanë, në më thonë, vizioni ty në profesional, mu align, me u lidh pak me vizionin tem profesional, po edhe vizioni fetar, edhe vizioni, edhe do koncepte jetësore sana, që me i marrë dhe mi ndrejsh mas nej profesionalisht, me investu në ta. Më thonë, kur për thëmë vizione, kam fjallën, nuk kam qef dikush që unë kam ndërtu, kam ndihmu me ndërtu, me pa nesër të punu diçka që mu vjen marrë ose do në me ndru televizionin. Okej. Thjesht kam qef, ku do që gjuj faren, që ajo pem, u rrit, edhe me pas frutat të shnetshëm. Fuad e përmende dizajnin edhe njëkohësisht animacionin. Çka ndërlidhen ose çka dallojnë këto dyja? Gjithçka që lëviz, do të me pas një dukje. Dukja i takon dizajnit. Qysh duken gjanat është pjesë e dizajnit, qysh lëvizjen është pjesë e animacionit. E çto dyja kur bashkohen e bojnë profesionin motion design, dizajn e lëvizje. Është e dizajnume, por edhe lëviz. Okej. Për me qenë dizajner, a duhet me dasht për shkak se na sot kemi shumë profesione, do më thonë edhe këto profesionet, qoftë programim, dizajn, të tilla, po konsideroj që jenë profesione që duhet me pas pak shpirt për çato, nuk është veç dëbona, po duhet me pas një farë sensit të fillimeve. A është çështo që unë po mendoj, apo mund është edhe nëse se ki fort në shpirt, po me trajtim, me trajnime, me arrit? Mendoj që as shofer nuk mund është me vozit që me rahati nëse se dënë qatë punë që jetë. Kështu që se cili çka do që zedh, dush me desht edhe me pas një vizion për të ardhmen me qatë profesion nëse dënë me pas sukses. Sepse nëse se dënë, s'ki motivim. Mendoj që dashnia është shkëndia e parë e motivimit për me u marrë me diçka, mas nej rezultati i fillestar të motivon me vazhdu për me mërri rezultatin tjetër. E kështu me radhë. Për shembull, suksesi i shkollës të mesme mundet me motivu studentin me vazhdu në fakultet. Po për me pas sukses në shkollë të mesme, du të me pas një shkëndi, du të me desht leximin, mësimin. Mas nej, suksesin fakultet mundet me, pra është një farë lupi që njëna tjetrën mes motivimit dhe rezultatit është një farë lupi interesant. Pra do me thonë, nuk mund është tonë konë me lyp veç motivim pa rezultat. Rezultati mundet me qenë motivatori i hapit radhës. Po gjithë shka du të me pas një shkëndije, menoj që shkëndia për me pas sukses në një profesion, edhe me pas sukses në çka do, që vendos me bo, është dashnia për qatë sen që pedon. Po, e vërtet, por realisht mendoj që një ta vlen edhe në dizajn. Po, për dizajn, po besoj që është shumë ma e madhe. Për shkak se është diçka që krejt e shohin, është shumë e dukshme.
Po, do më thonë, e kom pas një profesor në fakultet që thëjke një thonje interesante, gabimin e mjekut e mbulon dhe jo, gabimin e dizajnerit është e bota. Kështu që Të njëjtën, po shumë e Po, vërtet. fiks, do me Çto e thonë. mendova donë? Tashe, po, du të me pas dashni për qatë punë, edhe që e dashni du të me kanë mjaftueshëm sa me kanë i gatshëm me pagu çmimin për me mbritë rezultatet konkrete, se nuk është bash lehtë, se dhe mos në një botë shumë konkurrente, tash edhe me ndikimin e AI-et e sana. Po, do me thonë, du të me ekzistu dashnia, edhe duhet me kanë përveç dashnis, këta që janë dizajnerë janë ma shumë visual thinkers, menojnë paterna, menojnë forma, menojnë, nuk është që menojnë shumë në fjalë, aden, për shembull, kur përmenet një gjuhë, një formë ose një diçka, me njëherë e vizualizon kry. Është një tip i caktuar që bëhen dizajnera suksesshëm. Edhe falë ty nëse di kena krejt gjanat që na rrethojnë realisht. Tavolinën, mikrofonin, kamerën që po na xhiron, orën që e këshyrim, gjithçka është falë dizajnerave që kanë menu visually në një kohë caktuar. Po. Po. Fuad, prej medreses në dizajn, Okay. çka ky ndryshim? Çka të ka nxit me ndryshu? Për shkak se na supozohet që kur shkon medrese e ke një synim me vazhdu njëjtë. A ke pastit njëjtin synim e ke ndru apo kanë qenë arsye të tjera që ke shkuar medrese? Jo, prakisht më ka pëlqy, po mënoj, dizajni pe shkollës 8, pe shkollës mesme klasës 8-9, që aty dikun. Po. Mirë, po, kom shku në një për shkollave në Prishtinë një ditë, me një tafër në temin, me pa. Dhe veç nuk më ka pëlqy shumë, më thonë, sjellja, nuk më ka pëlqy shumë fjallori, sana. Edhe mas nej... Në shkollat e mesme, po. Në shkollat mesme tjera, Okej, po. po. Pastaj veç që edhe ka qenë dëshira e gjyshit tem për me shku në medrese, dhe veç, ja kom thonë, okej, në rregull. Kom njoft medresan tam, kanë tregu që e kom vizitu edhe shkollën, u kanë shkollë top, shkollë shumë e mirë për qatë periudhë, për flas 2004-2005, edhe hala qëndron e njëjta. Më thonë, në arkitekturë kanë unike, në nevojat e studentave, në qatë kohë ka pas laboratora ndryshëm, ka pas laborator të informatikës, laborator gjuhëve të huaja, që për mu ish koncept i pa njohën. Në medrese? Në medrese, po. Okej. Do më thonë, ka pas laboratora ndryshëm, edhe më ka pëlqy si shkollë, plus si shkollë në qatë kohë, edhe që vazhdon prapë me konë me të njëjtën trajtesë, nuk i ka dhënë rëndësi shumë veç edukimit fetar, po gjithmonë edhe gjithçysh i ka lënë studentat me eksploru edhe në fusha tjera. Për shembull, profesorat e landëve fetare, disa që janë kanë 3, kanë motivu ka njëherë, edhe minimumi më kanë kuptu kur e kom lëshu mësimin për me mësu animacion ose dizajn. Më thonë, jënë kanë shumë supportiv. Kështu që vendimi për me shku në qatë shkollë u kanë shumë vendim racional. Po du me shku në medrese, me marrë një bazë fetare dhe pse s'ka me vazhdu me konë hoxhë. Okej, e ke ditë, do të thonë prej Prej fillimit ditës të parë e ke mendu. Thjesht ka qenë shkolla e mesme është një proces që duhesh me kry, edhe kom vendos me kry në medrese jo dikon tjetër. Që kjo ka qenë vendimi jam. Po. Klasë 9. Realisht në klasë 9 me pas një maturit të tillë nuk është që shumë shpesh shihet tek adoleshentët. Po flas sot, po dhe në të kaluaren, për shkak se adoleshenca kryesisht njihet ajo mosha rebele pak a shumë. Po që medresja shumë mirë që e ke pas të qartë çka po don. Po apo mendon që e vlerësoj shumë krejt këtë pjesën e medreses. Po ka njëherë për ne që jemi jashtë komplet, domethënë nuk e kemi pas asnjë interakcion me medresen si shkollë. Që qaj kufizimi, nuk e din ashtu është fjalë pak e madhe me thonë kufizimi, po kontrolli për të mirë gjithmonë e di, po mundet me qenë pak pengus ose me qenë pak i tepërt apo është në rregull mendoni? Unë mendoj që është i tepërt, sepse një shkollë fetare do të më prodhu lidera, e liderat nuk i prodhon të i kontrollu, po të i lanë me kanë rebela. Se nuk një lider që s'u kanë rebel. Nëse kthehemi mrapa, kjo shumë e ranë me thonë. Po edhe për Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ai u rebelu për thënë thojza, kundrejt normave normale të asaj kohe. Nuk ka shku në partit e tyne, nuk ka shku në nejat e tyne, nuk u kanë në rrjedhën e njëjtë të rrjedhës tjetës që e kanë bën Mekë në atë kohë. Do të më kanë rebel, në kuptim të mirë të fjalës, jo të keq. Okej.
Kështu që kontrolli i madh e bën që të sen, po megjithatë vlerat edhe mësimet që t'i jep kanë një herë balancojnë mas nej. Okay. Mandej e din vlerën. Për qenë real, domethënë po kontrolli i tepërt, për shembull, nuk unë shumë sene si ku më arsyetuar me drejse, që kanë qenë, le të themi, ndalimi në një periudhë caktuar mos më dal prej. Le të gabon njëri, le të gabon, është që gabim edhe kthehet i përmirëson gjanat. Sepse mas nej njerëzit që nuk e kryjnë adoleshencën kohën adoleshencën e kryjnë një 10 vjet më vonë, mas nej nuk ju arsyetojnë gabimet. Kështu që Okej. Çato pajtoj që Po. Shtërngesa e tepërt nuk është shumë e mirë, sidomos në çat fazë. Sidomos në çat fazë të jetës, po. Fuad, keni qenë edhe pjesë e fashion, një top brand, keni qenë pjesë, a mundeni me na tregu çysh keni arrit deri çatë? Edhe çka keni bo konkretisht? Po, para se më shku çatë, domethënë unë kom punu dhe vazhdoj me punu me një kompani në Francë, remotely, në 3-4 vjetë e funit, po tash, e cila ka brende fashion industrisë belge të mëdhaja. Edhe më bjanë me punu në projekte tyne, po nuk është që për mu është veç një another project, që i thojnë, veç një projekt tjetër që vjen e kry shkon, e reklamojve sa me kallëzu aftësit edhe potencialin, po nuk është që ka një farë peshe të rëndësishme brendi për cilin punoj. Okej. A e bën çto modestia jote, apo po mendoj qysh për shkak se na kanë herë sot shohim njerëz që nuk kanë ashta shumë background madh, po kur hyn në rrjete sociale ose diçka i ki, më thonë, të plasun prej postimeve ose proklamimeve të vetes. Unë mendoj që e bën karavanin cilën du me kanë. Jo shumë, po është edhe pjesë e modestisë, po s'po du me u tregu, me në madhë u tregu modest, nëse ka kuptim. Sa është nice, për shembull, me punu për një projekte për kartierën, nuk i vjen shansi që të kojt. Por me punu në projekte për Lacoste, shumë brenda tjera, nuk i vjen shansi kërkojt. Po për mu, për shkak të orientimit edhe ku unë du me dhanë maksimumin tem, potencialit tem, më thonë, nuk jenë që ato. Ato janë rrugë tem, po i kum rri, i kum bo edhe që to, është një plus, edhe that's it, që ato përfundan gjithçka. Nuk është që ta është dalë edhe, më thonë, mos të përmen shumë se kësha përmen kur. Okej. Jam krenar në një kuptim që mu ka mundësu me mri edhe qatë sen, edhe mendoj që është kalitje për diçka më madhore. Okej, e bon edhe që gja, vazhdo tutje. Që ashtë është do më thonë. Nuk e di pse po më tingëllën tamam medresant, në kuptimin që do më thonë edhe atje, po supozoj që janë do më thonë bajagi të strikt në gjithë qka dhe do më thonë tik. Pavarësisht që, ndina krenar deri në një nivel. Po, kam qef me majnë kontrol që ato se nuk është që e ke bon, nuk është që e kena bon namin realisht që e ke punu me një super brand, so what, prapje, s'po di. Apo mendon që Kosova nuk duhet me qenë e krenare, kur po them Kosova, po them krit vendi jonë, na komplet, me qëta? Me çdo të arritnet, se ka dhe tjerë që bojnë njëjtën gjë, me çdo të arritnet se cilit individ, veç e reflekton klimen që është tu zhvillu edhe kallëzon që po Kosova është tu ecë përpara, po që atu përfundon, nuk është që ka na i sen ma aden, për nivel personal për mu nuk është që... Ka na i kuptim matë madhë. Po, nuk ka na i kuptim matë madhë. Thjesht nëse nuk e kisha bo, unë e kish bo një franchise, nëse se kish bo një franchise, e kish bo dikush tjetër. Prap nuk është që, po, çka është për mu vlerësu, është besimi që njerëzit e Kosovës, punëtorët e Kosovës, dizajnerat, programerat, janë të e fitu në botë. Kjo i bjen që imazhi i Kosovës të rregullu. Për shembull, nëse një kompani që merr projekt prej një brandit madh, ja beson dikujt në Kosovë me realizu një pjesë të projektit, kjo i bjen që ajo kompani ka menim të mirë për kosovarët edhe Kosovën. Që kjo është ai benefiti në nivel vendor. Me çaj mendimi i mirë, mandej sjell në bashkëpunime në bashkëpunime tjera. Do të thonë, nuk është veç çaq po supozoj që nuk është qaq e thjesht, pavarësisht që Fuadi në aspekt personal don pak me shkri një farforme këtë pjesë, po në nivel vendi mendoj që ka tepër rëndësi dhe ndikim. Po. Në barvajtjen tonë edhe në ecjen, sidomos të gjeneratave të tjera të dizajnit. Është një farë motivimi me për shembull për studentat e mi edhe për njerëzit që ai mentoroj,
Për shokët e mi është një farë motivimi nëse dikush ja ka dalë, se çështu kam filluar edhe unë në dizajn. Nëse dikush ja ka dalë pe i venit tem, kam ja dalë edhe unë. Thonë, e ka një farë, është një farë motivimi edhe kjo. E ka qatë ndikim pozitiv. Po në përgjithësi ka edhe tjerë që punojnë me jashtë, po varet këtë pe kalibrit klientave. Dhe që kjo kalibër, për shembull, është kalibër i lartë për menim tamin. Po prap nuk është që bën komedi sa për shtypje. Prap padesh me tengu me në madh të konë modest, po që është e vërtetë. Ma shef kisha pas me nashta me punu në gjana tjera, një serial për fëmijë. Okej, serial për fëmijë. Se sa me punu në diçka në një brand super që e pasuron dikon. A ke pas ma herët përvoja me serialet fëmijëve? Në serial për fëmijë, apo mendon animacion? Okej. Po ky ka një shembull çka më shumë kish plajt zemra dhe isha një krenar para Zotit edhe para vetës edhe para familjes. Okej. Se sa. Fuad, përvoja jote në media është, më thonë, e gjatë. Edhe keni përvoja qysh është me punu, me qenë, më thonë, me punu si dizajner në një media, edhe qysh është me punu në që të formën freelancer? Cila është nuk po thëmë ma fitim prurse, po ma e mirë, ma e letë, ma e këndshme. Freelancer ta jep një liri pa çmim. Dhe më thonë, kur punon në një kompani, pajtohesh në kontratë që ti kime zbatu dhe kime realizu se cilin projekt që kompania e sjell, sado që na bojnë asi gentleman's agreement që janë marrëveshje gojore që me demek nuk punojnë filan projektin, edhe natyrën e projektit, që ato kur i cakton kufit, i respektojnë. Mirë po, freelancer të jep mundësin me ju thonë projekteve jo edhe për pikë qefit. Jo, së është Ramazan, po du me najtë. Po krejt kjo vjen me një kosto, e kostoja është tyrat financiare. Do më thonë, unë që ka tentoj me bo personalisht, është punoj kogja shumë një 4-5 mujtë e parë të vitit, një pjesë të verës e la komplet, do më thonë, të lirë, me shumë pak projekte, edhe tentoj mrena vitit, sidomos në 4 vjetë e funit, 2 deri në 3 muj milion të lirë komplet prej punës. Nuk punoj absolutisht kur gjë. Gjatë vitit? Gjatë vitit, po. Edhe që kjo quhet, ka një term quhet sabbatical break, është pushim që kryesisht mirët pushim një vjeçar prej punës që jetu e bo. Zakonisht njerëzit e marrin shkencëtarët, njerëzit e profilit naltë e marrin çdo 6-7 vjet, kur fillon një burnout, e marrin një vjet të lirë, nuk punojnë në profesion, po punojnë diçka krejt tjetër. Mundet ose nuk punon kur gjë thjesht këshyr seriala, këshyr filma, lexon libra më shumë, thjesht një vjet. Po një vjet unë s'kam komoditet financiare. Do të më bo me 2-3 muj, po zakonisht e bëj 2-3 muj. Po realisht edhe sa bëj një, m'fal. Veç po du më shtu, sa bëj një pushim 2-3 mujor, gjithmonë e kam një veç kësaj një shkallë më naltë profesionalisht. Sa i gjana të reja, krijoj kontakte të reja, që ky pushim sikur është përfundimi një fazë, fillimi një fazës tjetër. E që ata 2-3 muj, do më thonë jenë komplet free. S'po më i diqysh shumë mi kuptu, mi besu. Po, nuk shumë shokët mi se kanë kuptu, bile bashkë një pej klientave, bashkëpunëtorëve të mi këtu në Kosovë, pa ta thonë që 3 mujt, ka qenë fundi viti 2021, e i ka ratë 8-9 djetor, i kom thonë nuk punoj asë një projekt, pa tjërë për një projekt. Edhe të kjo, qysh, s'po më kuptu, qysh më në shumë s'me. Më i qashtë. Qysh organizon një ditë pa punu? Se organizoj heq, e la me rjedh. E di që minimumi 2 herë në ditë kom u ushqy, 5 herë në ditë kom u falë, edhe i di terminet, edhe e la me rjedh. Aha, okej. Kështu që, qaj është. Po, shumë mirë. Pastaj e la me rjedh, son jam pak tip spontan, nëse e marr një libër në raftë dhe ja nisi me lexu më pëlqen, mund më kalu 4 orë të lexuj atë. Po ose ja nisi me këshyr ndaj serial ose ndaj diçka, çat periudhë shfrytëzoj thjesht për vete për. Po, shumë mirë. Konsideroj që na nuk e kemi shumë në kulturë që të pjesën me pauzu. Nashta pse ana jonë që është komoditeti financiar, nuk na mundson me i bo çto pauzat. Edhe që janë tepër të nevojshme për shkak se kanë herë çaj burnouti na shumë shpesh punoj me burnout. Ja. Ama për me arrit që komoditetin financiar duhet me menu shumë herët.
zakonisht i jepi shumë zor janar, shkurt, mars, prill, maj, që to që janë mujt pak ma të ftoftë, si janë person pak ma i verës. Edhe masnej pjesën e verës, edhe bjen vetë natyra e industrisë është vera o pushim gjithka, edhe shfrytëzoj për me pushu edhe vetë, me nejtë ma shumë. Për me arrit me bo që të sen, pa tjetër që më do të me i dhonë zër mujt para prak, me kohën e planifikume. Pse të na nuk është që kjo është shumë, do më thonë, popularizume si ide është se shumica punojnë full time në një punë prej 9-5, edhe që janë të varur për një rroge mujore, që është krejt në rregull si sistem, mirë po i ka të mirat edhe të këqijat e veta. Do të thonë të mira e saj është, do të thonë të punuarit në një kompani është që e din fund të mujit, që një shumë të caktuar të parave kemi marrë dhe mund është me bëu planifikimin mbi çat shumë, ndërsa si freelancer kur nuk e din cili është projekti i fundit. Kur nuk e din kur ka me kam projekti radhës. Edhe do të me hi, kur të hem këto do shvish me hi me besim të plot që rreth ka ndorë Zotit edhe ndodh çka ndodh. A është frustruese që kjo? Është frustruese ka një herë, nuk është shumë lehtë që kjo faza e pushimit, po është besimi që prapë të kthen, kujtohet që edhe para 2-3 vjete njëjtë ka ndodhur dhe ja ke dalë. Ja der prapë. Okej. Që... Shumë mirë, edhe pse kush punon 8-4-9-5, domethënë është pothuajse pa mundur diçka e tillë, për shkak se ato pushime që i marrin në vet janë pushime që i kalojnë, domethënë krejt organizuar, gjithçka është organizuar, domethënë për mua on kur si freelancer shpesh domethënë vikendeve shkoj domethënë se gjithkohë vikendeve verës tenton mi shfrytzu në plazh ose në mal ose mos shkoj të mërkurën tajtën. Premten. Që ato ditë që shkoj. Se kur s'ka kallabllak, kur s'ka shumë njerëz. Okej. Po si freelancer mundesh me bëu çfarë thënë. Okej. Po profesione tjera nuk munden me e bëu. Domethënë mendoj që mund krejt me bëu. Apo? Okej. Se si freelancer nuk je krejt i lirë. Pra ki përgjegjësi ndaj klientit, mirë po përgjegjësia nuk është kontratë një vjeçare, është thjesht kontratë derisa të kryhet projekti. Avokatat mundin me bëu. Domethënë freelancerat e parë në Kosovë mund me thonë janë këta që kanë instalu rrymë, molerat, teknikat e ujit. Jo, ardhe ka kry punën, i ka marrë parët, u ka një lirë, ka bo çka do që ka desht në pjesën tjetër ditës. Do të thonë që ta mund me thonë janë freelancerat e parë. Okej, sa interesant. Po dhe, çka është koncepti freelancing? Do të thonë është profesion i lirë i cili varet në një kontratë caktuar që është afat shkurtë. Prapë edhe unë kur jam në një projekt, le të themi jam në një projekt një mujor, qatë një muj do na me shfaq, me kom prezent, me punu prej në rartë kompanisë që e kom kontratën me ta, po është një muj. Edhe kur punën me jashtë, paguhet pak ma shumë, mas nej që e tjep komoditet një muj tjetër me nejta najsa. Nëse me punu qëtash, në qëtë stat jetës që jeti, orar 9-5, që shkon për ty? A i shkon e mundur mu bo, a kur? Po, është e mundur, në një person shumë fleksibil. Është e mundur edhe mëj me bo, po veç nëjë pozit kreative u dhejtëse, shumë drejtor kreativ, art director, najsa. Po kështu mu ullë para kompjuterit 9-5, me një që kanë shumë hervat pak. Kështu që nuk e bëj më. A e ke bo ma herë? Po, e kom po. Dhe me thonë, kom punu disa vjetë media në Kosovë, mas nej 2013-2021 kom punu me një kompani në Londër, kom punu remote prej shtëpisë, thonë, që ky koncepti working from home që e promovojshin shumë në pandemi, i kisha një 7 vjetë përvojnë ta. Po mas të në 2021 ndodhi Brexiti edhe dhe do ndeshta me ndru pak profilin në cilin punojsha dhe kom fillu me punu si freelancer. Pandemin a e ke ndje? Vjen keq me thonë, veç shumë mungan. Vjen keq me thonë për faktin që ka njerë që kanë hjek. Pandemi. Edhe pa ndalë ka gja shumë po, në kom shiju shumë. Ke shiju qëtësin e pandemisë? Qëtësin e pandemisë, edhe kom ditë që s'janë veçonë në shpe, janë krejt, kështë që FOMO, fear of missing out, s'jam të miss kur gjesh. E gara po bëj me këtë FOMO se u kanë zgjedhja jeme punu prej shpisë, do më thonë, edhe pej 2013 dhe në 2021. Po në pandemi po u kanë një periudhë shumë e mirë, një farë ndaljes të hovit, tjetës, se ka njëherë kur o njeri të vrapu shumë, nuk e din që u lodhë, dhe risot nalit me pushu edhe shet që shumë ka lodhë. Edhe pas ka hup energji, edhe pas ka hu qudës,
u kam për mund një moment të reflektimi. Duhet mu nalë ka njëherë, mu tërhek për perspektivës që je, dhe pa për një perspektive tjetër, kejt vetën edhe rrugën ka i të shku. Për mu pandemia u kanë qaja. Një fa Ramazani të zgjatën qëtë Po, koncept. dhe Ramazan ka qenë Po, ka realisht. qenë Ramazan, po. Po. Fuad, pe kuptoj shumë mirë, dhe me thonë këtë edhe botën tonë, po njëkohësisht edhe botën si freelancer, si designer, a i rekomandoni të rinjët me, dhe me thonë, me pas si profesion, a shifni si të ardhme ose si diçka që ja vlen? Po, dhe me thonë, dizajni si profesion ekziston prej krijimit njerëzimit. Okay. Njerëzit kanë mujtë mos me kanë të vetëdijshëm për termin dizajn edhe ka mujtë mos mu përdor. Po gjithmonë ka pas nevojë prej petroglifeve edhe vizatimeve në shpellat që më bë për me komuniku, me më rrinë një qëllim që dizajni sot e ka, e deri sot në qëtë mikrofone dhe pajisje tjera që i përdorim krejtën dizajnume për dizajnerave. Edhe në tardhën ka me pas shumë nevojë. Mirë po, me që AI është të rreziku pak aspektin teknik të punës, do të me pas parasysh edhe që send kushdo që fokusohet në dizajn, e që ka me pas të ardhë me gjithçysh, me zgjedh mirë profilin e dizajnin, cilin po fokusohet, se ka dizajn ndryshme, ka dizajn interieri, dizajn teshave, motion dizajni, graphic dizajni, UI UX, product design, telefonat e këto që i prodhojnë. Dhe më thonë, veç me zgjedh platformën cilën ndonë me u fokusu, ose degën cilën ndonë me u fokusu, edhe mos me unal në aspektet teknike të profesionit, se aspektet teknike ka me i zavencu ka gjatë shumë e jaje, po në aspekte konceptuale edhe kreative që do më thonë nuk vynë shumë dur të njerit, të vynë truni njerit edhe vizionin njerit. Kushdo që vendosme me u marrë me dizajn, me animacion, le të vazhdon, veç se le t'i ketë parasysh që to gjana, do më thonë. Okej. Për shkak se AI për dizajnin po shihet pak si rrezik apo për një pjesë? AI s'ka me konë rrezik, po ka me bo shumë job displacement që quhet, do të thonë kam i zhvendos pozitat. Për shembull, nëse një drejtori kreativ ose art director, regjisor, çka do, ju kanë ndesh më herët 10 veta për me realizu një projekt, 10 persona teknik me i kry, me i ekzekutu taskat, tashe mujnë me konë veç drejtori kreativ edhe 2 persona teknik, të cilët e përdorin ChatGPT-n, e 8 tjerë do të me gjetë profesione tjera. Pra, nëse që ta 8 nuk janë fokusu me mindsetin me konë dizajnera kreativ, po janë met në nivelet teknike, e ja i mundet me i zavencu edhe që ta ose duhet me qulloj një nivel më nalt, mu bo kreativa, ose me ndru profesion. Pra, a ka me i prek, ka me i prek. Ka me shkaktu që zhvendosje në profesioneve gogja shumë. Po nuk është rrezik në kuptimin me shumë një profesion, se prap ajo është maqinë që furnizohet me ide prej krijimtarisë njerit që ka bën njeri, do më thonë dizajneve të njerit të sana. Po. Kështu që prap ka me pas nevojë mu furnizu, ka me pas nevojë mu pyet, ka me pas nevojë me ndërvepru me to, e dikush do të me kry qatë. Po. Fuat që kjo puna freelancing që punohet, do të thonë është kryesisht që nuk ki shumë kontakt fizik me njerëz, do të thonë takime fizike, po gjithmonë i ki në formë virtuale, apo? Kryesisht. Kryesisht, po freelancing në esencë nuk ka të bëjë me virtualitetin edhe takimin praktik, ka të bëjë më shumë me kontraktimin. Për shembull, freelancer o dikush që merr kontratën afat shkurte, më herët i kanë thonë Kosovë kontratë mbi vepër, ku mirën vesh për një periudhë caktuar me kryer një projekt dhe që ato përfundon bashkëpunimi. Që kjo koncepti freelancing, mirë po në profesionet e reja ose profesionet që kryhen në distancë, koncepti freelancing edhe remote ja u ka mundësu kompanive me punësu talenta prej gjithë botës edhe që kur nashta si ka taku se se ka vizitu qatë vend. Francën kur se kom vizitu, Londrën veç një herë. Po. Qështa. Po të kuptoj. Atë mungon interaksioni me ma shumë njerëz, tu e di që ti ke punu, do me thonë edhe me orar të plot, me njerëz për rreth. Po jam kogja ekstrovert kështu si person. Okej. Ekstra introvert, që është në farë edhe ekstrovert, ambivert. Po, ambivert, po. Introvert me shumë, po ekstrovert bajage me njerëz saktum, edhe u mungon kontakti social me njerëz, mirë po që to e kumë përmbush për mes trajnimeve. Aha, okej. Edhe normal, ne jave me kolegë të punës, dalim shpesh diskutojnë veç për industrisë sana, mirë po në përgjithësi studentat edhe marrja me ta ma përmbush që mungesën e njerëzve. Është diçka që ndjehet. Po ndjehet. Okej. Për shkak se fundet po. Kom punu me qatë kompani në Londër, po në esencë ata gjithmonë kanë thonë je pjesë e stafit edhe unë kam pjesë e stafit.
Po për shembull ata dilçin drek. Unë isha në shtëpi. Unë jam pjesë e stafit edhe si jam pjesë e stafit. Kështu që Okej. Atë ka mungu? jo se e kom përgatit vetëm prej vaktit. Domethënë Okej, e kom ditë që Fuad, që to kanë me kanë sfidat e tua, vendos çapo do me bo. Okej. Edhe puna me ta ka qenë rezultati plot, domethënë i preokupimit tem vitin 2012 që kisha qef me punu në ambiente tjera, jo që isha të punu deri çatëherë, kisha qef me punu në projekte që janë pak ma, për shembull, me ta kena punu me organizata davetit, me Jerën, me Abdurrahim Grinin, Hamza Xorxhes, Okej. domethënë ju kena shërby aty në me dizajn. E unë kisha qef në qatë periudhë mu Edhe përfshi që ma kjo shumë. përvoj shumë e madhe. Okej. 7 vjeta najsa. Kisha në qef në qatë periudhë mu përfshi ma shumë në projekte që janë davetit edhe humanitare. E ka që zoti, që është den veç aj me i lidh pikat, personin Po. adekuat edhe kena ra në kontakt, Sa edhe kom mirë. fillu me punu me Sa ta. interesant. Po du me ditë si dizajner, çka mendoni për rolin e psikologut? Veç kështu, domethënë veç për kurreshtje me ditë çka mendoni për faktin që ti shumë mirë e tregove për veten, edhe e njeh veten në farë forme, e din çka ki nevojë dhe çka interaksionin me njerëz kur e ke nevojshëm edhe kur jo. A kanë dizajnerat nevojë për psikolog? Kanë shumë. Okej. Nivele ndryshme. Para me menaxhu stresin që u shkaktojnë klientat e këqij. Dita. Ai gara kjo pjesë. Po, domethënë njerët i vyn me gjetë veten, nëse s'mundet me gjetë veten vet, psikologu din me të ndihmu, po domethënë dhe psikologat do të më pas kujdes të cilë shkan edhe çka merr prej tij edhe çka lën. Me sa e di nuk e njeh shumë këtë fushë, veç me sa e di psikologat zguxojnë shumë me të ndiku në vendimarrjen tonë, mirë po veç me kriju pikpyetjet e ti edhe ti me gjetë rrugën vet. Okej. Çashtu është. Domethënë, po shpesh herë jo gjithmonë njerëzit dinë me qenë parimor në profesionet edhe në standardet e profesionit tyne, e do të me pas kujdes Te kush po shkon? të kush po shkon po, sepse psikologu është sikur qaj tash pej rolit të mentorit di me kuptu psikologun. Din mja dhanë malin njerit, mja bo rafsh, mja ushqy egon shumë, po të njëjtën kohë din edhe me këthy në rrugë, po prap krejt varet prej psikologut. Okej. Nuk di ma shumë, falën se ja kom hush. Jo, shumë mirë, se- shumë mirë. Realisht, për shkak se edhe unë para se me fillu të thash që për pjesën e dizajnit unë kam nevojë me u informu me ditë, na nuk jemi të gjithdijshëm, Zoti është i gjithdijshëm. Fuad, regjia më ka njoftu që koha na ka përfundu, për mu ke shumë kënaqësi që bashkë bisedum bashkë. Faleminderit shumë për mu ke kënaqësi gjithashtu, u kënaqa, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty që ke nda kohë me ardhë. Shihem herëve tjera. Miropafshim në podcastin e radhës.